Ditën e diel gjyshi, pra babai i nënës, ka ndruar jetë. Allahu e mëshiroft. Amin. Pyetja është se e ka ndërguar në tokë me kostum, me orë dore dhe me lekë në xhep, dhe unë më vonë e mora vesh se çfarë kanë bërë. Tani thot kush do të japi llogari në botën tjetër. Këta të mençmet që e kanë bërë këtë punë, përveç se nëse gjyshi e ka ditë dhe si ka ndalu, ose gjyshi e ka lënë me amanet, mbarrosni me kostum, me orën, me florit, me lekë në xhep. Po nuk besoj se ka mosha vjetër, nuk janë kaq budallëj. Budallëj janë këta tjerët. Këta që lapin aty në xhenaze. Bojnë kështu, boja kështu, boja kështu, boja ashtu, japin gjithë men e familja nga që janë të tronditur dhe nuk e kanë besimin e duhur në Allah. Se njëri që ka besim në Allah ka ndodhur vdekja, alhamdulillah, po mendja duhet funksionoj tamam. Duhet me i bo punët tamam, duhet me i bo xhenazën tamam, duhet me çu tamam, me bo... Jo çdo njëri që flet, ktheje kështu, bëje kështu, ule kështu, vise kështu, edhe njerëzit me njëherë çat ju thuat e bëjnë. Ignoranca është shumë problem. Ignoranca është shumë problem.